SPAK është kujtuar të vihet në lëvizje për zgjedhjen e kreut të Byros Kombëtare të Hetimit. Më 1 shtator Aida Hajnaj u lirua nga kjo detyrë, por SPAK i zvarriti qëllimisht procedurat dhe pas një muaji nga lirimi i saj ende nuk ka një drejtues të BKH-s. Pas testeve fizike, testit me shkrim dhe poligrafit, mbetën në garë 7 kandidat: Andi Pogaça, Artur Beu, Elton Korluku, Gentian Doj, Gentian Shehaj, Gledis Nano dhe Joni Keta. Ajo që po mban peng procesin për zgjedhjen e kryetarit është vettingu që do t'u bëhet kandidatëve. Në SPAK u ngrit një komision i cili do të verifikojë pastërtinë e figurës dhe pasurinë. Mësohet se sot është mbledhur ky komision i cili po verifikon nëse të gjitha institucionet kanë kthyer përgjigje. SPAK u drejtua me shkresë LDKPI-s, DSIK-s, organeve të rendit, autoritetit dosjeve dhe disa organeve të tjera. Nëse janë kthyer përgjigje nga të gjitha institucionet, atëherë pritet të nisë procesi i shqyrtimit të dokumentacionit. Nëse jo, SPAK pritet të dërgojë kërkesa shtesë. Por sinjalet janë se kemi të bëjmë me një vonesë artificiale. Në Rrogoz flitet se ka përplasje të forta mes 3 anëtarëve të komisionit që u morën me procesin e zgjedhjes së kreut të BKH-s dhe kjo solli shkarkimin e Arben Krajës si drejtues i marrëdhënieve me jashtë. Ndërkohë aktualisht BKH drejtohet nga nënkryetari Joni Keta, i cili garon edhe për kryetar. Kreu i SPAK-ut dhe nënkryetari i BKH-s kanë raporte të mira mes tyre dhe si duket, këta muaj Dumani nuk do pengesë në përkëmb, pasi deri më tani Hajnaj nuk e ka lejuar të bëjë ç'të doj. Po ashtu flitet se Dumani po tenton të vendos aty një të besuarin e tij, duke qenë se në dhjetor largohet. Mirë, po kjo gjë ka hasur në pengesa dhe tani ka vetëm zvarritje. Rol padyshim ka edhe KLP, pasi ky organ nuk ka lidhje me sistemin e drejtësisë. Antarët vetë të marrin rrogaqyl dhe nuk kërkojnë llogari fare se çfarë ndodh me prokurorit në vend.